Llogaria është e thjeshtë. Nëse ke ikur në 12 korrik nga Kuvendi i Shqipërisë dhe ke munguar për 6 muaj arreshti, takon që në 12 janar të skadoj afati, të mbaroj mandati si deputet. A ja u lejon apo ja kërkon detyra që të negocioni me deputetët e opozitës për të rikthyer në parlament? Nëse më lejohet të them, nga deputetë ndryshëm të opozitës ka pasur një kërkesë të tillë për të bërë valide sa më shpejt, le të themi, kërkesat e opozitës për ngritjen e komisioneve timore parlamentare dhe për reflektimin rregullor të ndryshimeve të kërkuara prej tyre. Dhe nisur nga ky shqetësim në fakt edhe nga nevoja për ta pasur opozitën në parlament, unë personalisht jam marrë me, le të themi, me analizën e atyre rrethanave, të cilat shpunë ndodhin e këtyre ngjarjeve. Po thoni që ka deputetë opozitës që ju kërkojnë që plotësoni këto kushte se duam të kthehemi në kuvend? Po, patjetër që ka. Partisë Demokratike. Nuk është e thjeshtë Ilva të rish në bojkot. Nuk është e thjeshtë. Një shumicë besoj e mirë për tyre, kuptojnë që qenë janë bojkot, përveç se i largon nga zgjidhja apo dhënia kontribut për zgjidhjen e problemeve të përditshme të qytetarëve, i largon nga elektorati dhe çdo ditë që kalon i bën gjithnjë më shumë të kuptojnë që prezenca e tyre duhet edhe atje në Kuvendin e Shqipërisë dhe jo të Shqipërisë. Që nuk është Parlamenti i Shqipërisë ai që shqyrton nëse deputetët ose kandidatët për deputet janë persona të cilët janë të dënuar penalisht ose jo më parë, por është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i cili e bën këtë filtrim. Dhe besoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta ketë bërë me koreksi ashtu siç ka kërkon ligji këtë detyrë. Nëse nuk e kanë bërë, sigurisht mbetet përgjegjësia e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ju kuptoni që në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në kohën kur ndodhen zgjedhjet e qershorit 2013 natyrisht nuk kishim asnjë lloj mundësie, qoftë edhe për së largu, ta ndikonim në këtë pikë.